Njerëzit që pinë çaj çdo ditë kanë një zemër më të shëndetshme. Pirja e çajit çdo ditë është një nga zakonet që i bën shumë më mirë zemrës. Këtë e thot një studim në të cilën morën pjesë 6500 të rritur, të cilët në fillim të studimit nuk u vuanin nga asnjë sëmundje e zemrës. 13% e tyre pranuan se pinin minimalisht një filxhan çaji në ditë, ndërsa 51% e tyre pinin një ose më shumë filxhan kafe në ditë. Në arkun kohor të 11 viteve, njerëzit që pinin çaj çdo ditë u përballën me një bllokim shumë më të ngadalë të enëve të gjakut. Ata ishin 29% më pak të rrezikuar nga një atak në zemër, ishemia ose humbja e jetës në mënyrë të parakohshme. Njerëzit që pinë kafe çdo ditë nuk kishin asnjë prej këtyre përfitimeve, ndërsa pirja e çajit nuk është një faktor i vetëm që ndikon në shëndetin e zemrës, ai është një kontribues i fortë në mirëqenien e këtij organi. Kur vjen puna te përfitimet e zemrës, lloji i çajit që zgjidhni ka shumë rëndësi, sidomos për mënyrën se si mund ta konsumoni. Më të këshilluarat janë çaji i zi, çaji i jeshil dhe çaji i bardhë, të cilat duhet të konsumohen të paëmbëlsuar.